Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. E di që po dalë kështë si luan këtu, për shparë më zuri shiu. Edhe erdha mora një porës që kisha për të marrë nga Temu, më të shmëndën, sepse kishë ngatruar një kod edhe që faj ka mund që të këton kam tani. Nejse, mora porosin, edhe është malë që mora një çantë, kështu thashtë të kemë se e kisha me amëndi që do ishte një pako e madhe. Edhe tani po iki në shtëpi, e kam një 10 minuta larg në kam. Edhe do i hap sërish kur të zeli në shtëpi, sepse jam super e lodhur. Kam prit gati një orë aty se s'ma hapin derën. Edhe po iki tani për shtëpi. Erdha në shtëpi më në fund. Po nuk e keni den sa jam lodhur, leva pak buzët, u sistemova që vetë se isha aq rënd, thash do i trëmë ja. Dhe juve, ua plasa. Vap është, këtu kemi pako për të hapur, nuk di nga ta filloj, sepse janë shumë. Edhe këto janë pakot e fundit, apo jo. Jo, nuk kam pakot e fundit, janë dhe 1-2 pakot të tjera. Edhe pasaj i vin fundi pakove të gjërave të bebit. Edhe tani do vazhdoj të hap këto. Atëherë, këto kemi nga Amazon dhe një qese, kjo është nga Temu. Edhe kam marrë këtu, ose i berda, kam marrë këto përquhen si rrath, por janë në këtë formë, kështu si kapse, sepse do rregulloj rrobat e bebit, t'i varë. Atëherë kjo është varsja. Edhe këtu unë do vendos pantallonat, do më thënë tutat, gjërat, që janë sete, që unë mos t'i ngatroj. Edhe ja, se mëndje imi që është kështu shpikse. Edhe tani vazhdojmë po ulem se nuk po rridot më në këmbë. Aq keqam. Kemi sërish nga Amazon. Sërish për baby, një për mua. S'ka më tani. Jo se kam arru vetën, jo. Atëherë kemi një gel detergjent, është kështu intimo, edhe është me aloe vera. Këto, sërish nga Mostela, sepse kur vajta që mora shampo dhe gjëra këto nuk e kishte këto. Më duhet edhe kremi, por as ato nuk e kam porositur, duhet ta porosit. Edhe kemi një çantë për mami, normale, do porosisim vetëm për bebin tani. Në të mendojmë edhe pak për vetën tonë. Është kjo çanta kështu e zezë, e thjeshtë. Dhe çfarë kemi tjetër? Po a disa më lodhë nuk jam shumë ekstra e lodhur, po hap edhe këtë vaskën. Atëherë unë kam marrë gëshërët këtu që t'i kem në praktike për të hapur. Nuk e di pse kishte ardhur kështu e shqyrë kjo, por nuk e di pse. Okej. Tani se si do të hapun këtë tu edhe ula edhe po largoj pa kamerën që t'ju tregoj më mirë. U fik edhe ky ring light këtu tani. Okej. Vazhdojmë hapim vaskën. Ua. Tani unë këtë do ta shoh për montim, se si do ta montoj. Si është kështu. Po i vendos këtu.
Edhe vështër me ndërkohë këtë e kam bler, por edhe një nuk është keq sepse duhen, por nga vjedimër edhe duhen. Edhe kemi dhe këto manualin këtu të përdorimit, edhe është edhe me sa ngrohtësi e duam. Tani unë këtë nuk e di se si do ta montoj. Apo mos ta montoj, nuk e di. Edhe këto janë ato këmbëzat e tjera. Ja, kjo është vaska. Edhe tani ka këto këmbët. Më mirë kur të vjen Andrea që ta montoj, sepse unë nuk di ta montoj. Jo nuk di, po edhe po përtoj që shumë. Edhe më pëlqen kështu që është praktike, edhe është dhe vogël, nuk është shumë e madhe. Edhe prandaj më kështu sepse të bane nuk më nxeh. Po i fus këto këtu dhe dy lë diku këtu me foto që të tregoj se si do dalim. E heqim këtë këtej dhe hapim këto nga Temu tani. Në plasa. Vazhdojmë hapim pakot nga Temu. Prap jam shumë poshtë, kështu lartë, si thonë. Okej, vazhdojmë hapim nga Temu. Po. Okej, nga nuk si nga të vazhdoj tani. Po i marrë këtu qatë në kapidora, sepse edhe ndërkohë dhe të i shoh. Qatë në kapidora dhe ndërkohë të i shoh. There. Kemi, më duket se këtu janë pijame. Më duket. Nuk e di saktësisht. Po janë një palë pijame për mamin e bebit. Ky materiali është si, nuk e di do çfarë thuaj materiali që ka ky. Edhe kemi edhe tutat. Edhe janë kështu të thjeshta, por janë shumë të i dukshme. I heqim këto. Kemi tjetër, çfarë është kjo? E hapim, është për bebi, më duket. Po, edhe kemi një, këto të bebeve dhe kanë dhe të hekurosura. Normali që unë da hekuros. Edhe kemi një body, edhe është kështu këtu i lidhur, me të lidhur, edhe është me kopsa këtu në fund të këmbët, edhe është shumë material i mirë, vërtet që ka super material. Edhe kemi edhe këtë kapuqin, edhe po i heq këti që t'i laj. Tani kemi për shpinë. Këtë mbaja mënd këto. Ja, s'këm. Sa do t'i heq këto ja të të saloni, sepse ma shpifin. Edhe është kë
çfarë quhet? Klëfi i stokut, kështu do ta mbush me filter dhe do ta vendos këtu. Edhe është shumë i bukur dhe vin me këtë detajin kështu, edhe më shkon dhe me sallonin. Si kam të bardhën dhe shkon dhe me këtë perdën që është paka shumë kështu. Ja, e shikoni domethënë është afërsisht si perdja. Atëherë kemi për mamin sërish, kemi këto pakot që janë për në tualet, kur të vete në spital, janë për tek WC-ja. Ja, shikoni këtu, është kjo pjesa, domethënë që vendoset në WC, edhe prandaj mora këto. Janë kështu si higjienike, edhe mund i përdorësh domethënë kudo, nuk se i kam marrë apsa pa domethënë vetëm për në spital. Dhe këtu kemi, çfarë është kjo? Shmeu të ngjyrë njëherë. Jo, po, në këtë ngjyrë ishte, por unë nuk mbaj mend. Këtu kemi një... apo që fare. Një portofol që ka shumë xhepa brenda, edhe këtë e dua për në spital, edhe këtu u heqkan, edhe bën kështu të vogla. Shumë praktike këto, mendoj njësa praktike, janë bën kështu, me 4 portofola. Edhe këtu do fus, për shembull, do fus larsat e fytyrës, gjërat, nuk e di, në një tualet, kur të bëjmë çantën e maternitetit, do ju a tregoj. Edhe është kështu, edhe këtë do ta laj. Dhe kemi këtu një kështu si bele, nuk e di çfarë është, po më duket është e bebit, apo jo, çfarë është kjo? Këtu nuk më mbaj mend fare. Jo. Mendja ime e gjarë. Kjo është për këtë divani, edhe është kështu në këtë material si tedi, edhe është për këtë pjesën këtu. Po ju tregoj. Po ju demonstroj. Atëherë. Kështu. Edhe ja për çfarë është. Është domethënë kështu, por ja ta shohim domethënë si do na duket këtu. Është mirë, bukur, duket këndshëm kështu. Edhe do t'i marr domethënë të gjitha, dhe këto të tjerat ta bëj komplet këtë njësoj. Dhe kemi këtu sërish për mamin, kemi një fustan. Unë këtë e kam porositur të bardhë dhe më ka ardhur në këtë ngjyrë. Nuk e di domethënë. E porosita të bardhë, por erdhi kjo ngjyrë kështu dhe doja për në spital. Edhe do ta shoh këtë. Edhe do t'i kontaktoj Florit të temë që e kam porositur të bardhë dhe jo në këto ngjyre. Po të kjo e bukur është, po e doja të bardhë. Se heqim edhe këtë. Kemi një portofol. Ua, sa i vogël ky, dje se mos ishte kështu i madh. Por që nga shumë i voçkël. Por është shumë i bukur, por shumë i vogël. Ja vjen kështu, që s'po ngrihem më, se u lodha. Edhe mirë është, nuk është keq, por ishte pak më i madh. Një do ishte.
Atëherë, këtu kemi një palë geta që janë për varicet. Edhe këto nuk e di ti hap apo jo. Jo, do t'i hap se do t'i laj. Edhe do t'i përdor në spital. Edhe tani është e mira që të përdoren. Edhe janë kështu. Këtu vinë me këtë formën e elastikut edhe si silikon. Edhe kështu janë goxha që të mbledhin. Edhe në fund vinë tek pjesa e themrës, vjen kështu. Edhe ja, këto janë për këmbët, që mos më thoni sa për duart. Edhe, ja, këto. Kemi tjetër disa body për babyn. Kjo që nga si për goca, por shumë madhe. Ose më duket mua. Jo, mirë është. Atëherë është kjo, vjen në të verdh, vjen në të bardh, që kjo bardha vjen si gri, si... Nuk e di do me thënë. Kemi në këtë ngjyrë, kemi dhe kështu si pana. Këto më duket ishin një 15, më duket, 15 euro, diçka e tillë. Nuk është se ishin shumë lirë, por hajt, më. Edhe këto e kemi sërish për të larë, që unë aty bëra lëmsh tani. Kemi dhe këtë për babyn. O zot, si shenka, si duket në foto, edhe si është në realitet. Dhe ka vide fare. Shikoni. Aty duket shumë bukur, por kur e shikon kështu, thua çfarë është. Okej, mirë, hajde. Këtë doja të di, do me thënë, për të lindi bebushi, edhe t'ja vendos atje për foto. Dhe këtu kemi një kështu që janë për tualet, unë sërish do t'i fut këtu brenda prap, sepse është për të hedhur tek WC-ja. Edhe janë kështu, e dua sërish të edhe për në spital, edhe po e lë kështu si që është. Për shembull, do veta unë në tualet, do hedh këto, do me thënë që të disinfektohet. Edhe vazhdojmë tjetër, kemi... kemi një rulon që është me... Apo më mirë mos e hap, nuk e di të hap apo jo. Prita shumë do me thonë si është. Janë kështu stikera që t'i vendos tek zonat e dushit. Edhe më duket janë dy këtu, apo një. Jo, po e shoh. Më duket janë dy. Po, janë dy. është prishur pak kjo këtu, por basta kur e ngjit në mur nuk do duket kështu, nuk e di. Po e shoh edhe këtë tjetrën kështu nga poshtë si është. Edhe prit, duket në kjo këtë njësoj. Unë këtë do të vendos diku, do me thënë që të drejtohet. Si janë këto? Asun vetë nuk po I kuptoj.
Prej të tregoj se si janë. Unë të do vendos të me bebit edhe normalisht që do ja tregoj dhe juve dhe janë kështu. Edhe nuk e di, do mbahet ky ngjitsi në mur, më duket shumë gjë e çuditshme, domethënë që të mbahet në mur. Dhe është kjo, kështu. Edhe kjo figura tjetër që janë të ndryshme. Nuk e di se si do t'i vendos, por t'i vendos do e tregoj dhe juve. Okej, gjithë kemi një kështu që vendos të poshtë edhe poshtë të krevati më duket. Ua jo, jam kështu, këta më përparse, se u bëra lëmsh. Edhe kemi këtë me kështu si ylber, kam dhe napat kështu. Kjo me arusha, kjo me limon, shumë bukura këto, edhe kjo me zëmra, që ja pas kam vënë këtë etiketën këtu, e gjithave këtu ja pas kam vënë pa lidhje. I heqim edhe këto këtej, kemi edhe për mamin sërish, dy këtu silikona, për t'jenë të mira tani, nuk e di, dhe janë kështu. Këto duen, do me thënë se kur veshte të kanë kështu të hapura, dëra i të jemi gjesh, po unë jam akoma me mendjen për në verë. Edhe këtu tani kemi për bebin, sërish kemi një boj. Edhe këtë do ta marrë në spital. Vika shumë mirë. Edhe këtu do vendosim dorën e bebit edhe këmbën që ta kem kujtim. Edhe këtu do t'i fut sërish këtu, sepse do t'i rregulloj, kur veçante në maternitetit do t'i rregulloj edhe këto. Edhe tani do... Ajo, kam akoma, me dhe të i mbarova. Kam akoma. Kemi për mamin sërish. O, sa keq i kam këto flokët sot. Kam shumë keq. Nga që unë jam nga shiva, se kisha shumë bukur. Edhe kemi një par shafka për në spital. Sa të mba, ja. Kemi këto për në spital. Edhe mirë jam. Inshallah mos të rrëshkas me këto. Edhe këtë çfarë kemi tjetër. Kjo më duket është që shtron të krevati dhe për mos të bërë që mbetje mbron. Më duket se është... Po, kjo është për... Ka një material, është kështu madhe, por... E ka si peshqirë, edhe normali që do depërtoj këtu urina, është e sigurt. Tani nuk e di, por unë kështu mendoj se do depërtoj urina këtu. Se nuk është si peshqirë, nuk është se ka një këto plastike. Dhe këtu kemi sërish të varse për rrobat, edhe i vendos këtu. Edhe varë, do me thëmë kapuçat, mund të varësh, këtë ka marrë për kapuçat, edhe mund të varësh edhe dorezat e debushit, mund të varësh çorapet, edhe prandaj. Dhe tani vazhdojmë me çfarë tjetër. Ç'është kjo? A, kjo është Andrea. Donte për të makina. Okej. Dhe këtu kemi një organizues për në kuzhinë. Edhe këtu do vendos... Kjo është
gjitësi, edhe e kapim këtu, mbas nuk të fës do të një. Okej, e futa. E ishë në gjitësi, edhe e në gjitë do me thënë tek danis të kuzhina nga brënda, edhe këtu do vendos letrat e alumini, letrën e furrës, atë që do fuse tjetër. Këto gjëra do me thënë që ma shpifin edhe nuk i duroja dot. Edhe prandaj e mora këtë. Dhe vazhdojmë tani kemi pakon e fundit. Edhe ja. Po e hapim. Edhe shikoni, e mbyllim me këtë video sot. Me këtë dashurin këtu, sa e bukur. Edhe çfarë materiali. Kemi edhe kapuçin. Edhe shikoni që kësa të bukra. Edhe me këtë do bëj një video. Edhe ta kem kujtim. Do me thënë, shumë e bukur. Ua, shumë e bukur kjo. Edhe këto ishin. Mos kemi harruar në që të heqë qeset. Më duket që jo, nuk kemi harruar në një. Edhe këtë jo të regova, po. Që kemi tjetër? Këto ishin, ne sa po shofun deri tani. Po, këto janë. Atëherë, të them për shtypje ishte hera ime parë që unë blej tek Temu. Edhe të them për shtypjen time në krahasim me shenjë, tek shenjë janë gjërat më cilësore, shumë më cilësore se tek Temu. Atëherë për arsye do me thënë sepse këto bizhanat e mia janë si nuk e di si çfarë materiali që thuash, është material polyester, por është nuk e di, do me thënë aty në video duken mirë, por kur i shikon tani në realitet nuk duken mirë, ndërsa për badit këto janë të pambukta, kotone, edhe për 95% kotone, thot edhe këtu. Nuk e di tani se si do jenë kur t'ja vesh babit, por di të them që shenjë i ka gjërat më cilësore se Temu. Mund t'jetë blerja ime fundi që unë blej tek Temu, edhe mbase mund t'jetë. Kështu, e mbyllim këtu këtë video, edhe shihemi sërish tek video radhës, po na vjen në fundi tani, edhe këto janë gjërat që po prisja me zi po prisja, sepse duhet të mbyll të dyja çantat e të timen dhe të bebit, të maternitetit, edhe të ikim me pushime. Edhe do rikthehemi sërish fuqishëm, edhe së njësë do ikim vërtet me pushime, do ikim në spital, edhe prandaj. Ju falenderoj që më ndoqët deri këtu. Do shihemi sërish tek video radhës. So, bye!